Në teatrin e qytetit të Ferizajt është mbajtur një ceremoni festive për nder të 130 vjetorit të hapjes së shkollës së parë shqipe. Arsimtar, punonjës të arsimit. Para mësimdhënësve Ferizajas, kryetari Marem Sfarqa tha se është koha që ta zhvillojmë arsimin, duke premtuar për kraje nga pushteti lokal në këtë aspekt. Ne kemi qenë të penguar për gjatë shekujve që ta ngrisim dhe ta zhvillojmë shkollimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjve tanë. Por sot nuk kemi asnjë pengesë që të organizohemi më mirë, të punojmë më shumë dhe ta zhvillojmë arsimin dhe edukimin në nivelin që e kërkon koha. Këtë gjë e kemi detyrë mbi detyra, sepse kemi të bëjmë me të ardhmen e shoqërisë dhe të vendit tonë. Pushteti lokal i Ferizajt do të ofrojë gjithë mbështetjen e mundësshme nxënësve, arsimtarëve, punonjësve të arsimit, prindërve dhe gjithë atyre që janë të ndërlidhur me shkollën, për ta vënë në vit të mbar arsimimin dhe edukimin e shëndosh e cilësor të fëmijëve dhe të rinjve tanë. Ndërsa drejtori i arsimit në Ferizaj Muhamet Halili, duke treguar për arsimin shqiptar ndër vite, tha se përkundër dhunës e terrorit populli ynë nuk ju nda rrugës për arsim. Nuk mund të në pa kujtuar dhunën dhe terrorin e pushtetit serb mbi arsimin shqip në Kosovë. Proceset e munduara politike, arrestimet, torturat nga më të tmerrshmet në burgjet serbe, dënimet në burgim, vrasje, përjashtime nga puna, dalimi ushtrimit të profesionit, të mësimdhënësve, helmimin e nxënësve e deri në luftën e fundit, që kishte për qëllim shfarosjen e popullit tonë. Por pavarësisht nga shkalla e dhunës dhe represionit të pushtetit serb, që ushtroi ndaj nxënësve, studentëve, mësuesve, profesorëve, rruga e arsimit dhe edukimit të fëmijëve tanë nuk u ndërprej asnjëherë, as në vitet e 90-99, kur populli ynë, arsimtasësh, hapi shtëpitë e tyre për të shndruar në shkolla si vatra të arsimit e diturisë për fëmijët tanë. Për nder të 7 marsit të ditës së mësuesit, u shfaq një program kulturo-artistik i përgatitur nga nxënësit e shkollave të Ferizajt.